Ardhëm madhe mirë se pëtakohemi. Jemi dhe sonte bashkë në këtë javë vendimtare që po i numrojmë ditët, orët deri në momentin e hapjes së votimeve, pra me 7 qershor, në orën 7 të mëngjesit deri në orën 7 të mbrëmjes. Kush fiton, kush po premton, çka po premton, a pin ujë këto premtime? Duket lirek që këto zgjedhje me premtime si me marrë heq. Se nashta që kanë zgjedhjet para disa muje, çka mund premtohet? Çato plan programe janë edhe tash? Çka mund premtohet më shumë? Besa se i ditë kom kritiku që jo së dëgjova shumë. Ade në fillim para se me nisë fushata, nuk dëgjonim shumë, tash po ka premtime. Po ka premtime. Madje po thuhen që janë megalomane. Gjithmonë janë megalomane premtimet. Po thua, a ndoshta jemi ne? Futuristike. A mund t'jemi ne qytetarë që zbesojmë shumë që gjërat realizohen, a ku e problemi? Ndoshta kemi nisë mi marrë edhe me rezervë. Se ndoshta na kanë zhgënjy. Ndoshta. E po. A pin ujë premtimet e politikanëve tek qytetarët në këto zgjedhje? Kjo është tema të cilët do e diskutojmë sonte bashkë me mysafirët të cilët i kemi në studio me neve sot. Është Zaki Astani, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Knatësi Naim Ramizi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për fitësër. Bashkim Mustafa, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Në anën tonë të djathtë kemi Zahir Hamza, mirë se vjen, knatësi. Knatësia ime. Beton Golaj, mirë se vjen, knatësi. Mirë se u gjeta, faleminderit. Kush po premton? Po nisëm me bashkimin. Sipas teje, premtimet në këto zgjedhje si t'janë dukë shtu në përgjithësi? Kush po premton më shumë, kush s'po mirët as pak me premtime, si i ke po? E kam përshtypjen që te investimet kapitali ka me dalë, se është edhe ekonomist. Po, çfarë them, tash jemi në një garë zgjedhore që po vrehet është një totalisht e pabarabartë, dhe në aspektin e kuptimit të fushatës zgjedhore, kur dihet që në njërin non kem një parti që është në pushtet edhe po me çdo kusht po përdor edhe po keq përdor gjitha aparatin. Po nuk kemi pas edhe më herët rast të tilla? Gjitha, po nuk ka pas në megalopone, mbasi është edhe titulli i misionit, në kësaj rasti nuk ka pas deri me tani. As ma tepër nuk është dhënë para publike me qindra milion, asnjëherë nuk ka ndodhur, ka pas premtime për rritje pagave të cilat kanë ndodhur brenda një periudhe të caktuar, por me dhënë para publike qytetarëve pas një kriter, pas një analizë ekonomike, pa kur farë llogaridhënie, domethënë që as llogaridhënie s'ka se 3 vitet e fundit, domethënë për parën publike, është gara totalisht e pabarabartë. Mendoj në aspektin e partisë që është në pushtet dhe ka gjithë aparatin shtetëror duke përdorur dhe keq përdorur, duke shfrytzuar për fushata publike dhe partitë opozitare të cilat janë duke i ripërsëritur premtimet e viteve, domethënë që nuk kemi brenda një viti e gjysmë jemi 3 herë radhë në zgjedhje nacionale. A bjen kjo bashkim që tek qytetarët pikë më shumë merr lëvizjeve të vendosje? Si që pëthu edhe te, ka kuletën e shtetit? Po gjithsesi që një pjesë shoqërisë do të mund të manipulante, edhe paraja ata që i kanë marrë, kanë përfitu pikërisht 2 javë para zgjedhjeve, domethënë para votimeve do të ndikoj. Me domos nuk mund të mohojmë një gjë të tillë, sepse janë 110 milion të cilat janë shpërndar pas një kriter, edhe dikuj i ka bën zgjidhje momentale. Ka në familje që kanë marrë me qindra euro dhe sigurisht që dikush që nuk është i lidhur emocionalisht me ndonjë subjekt politik, ai patjetër që të ndikoj. Por është edhe një pjesë tjetër e shoqërisë që mendoj e nivelit që mendoj gjithherë thamë edhe balancën në shoqëri, ku bën vlerësime reale edhe nuk ndikohet pavarësisht këtyre ndikimeve apo pretendimeve. Në anën tjetër e kemi qeveria aktuale, domethënë që është në detyrë, i ka tash aktualisht rreth 18 ministri, e 18 ministra, secili ka një kabinet me 10 këshilltar minimumi, pastaj edhe zëvendës ministra që kalojnë rreth 200 të angazhuar, domethënë në aspektin e angazhimit fushatave. Tash me tentu me marrë një deklaratë nga dikush në ministri, nuk mund të gjen asnjë zyrtar të kabineteve qeveritare, po që të gjithë janë në fushat, duke lobuar për partinë në pushtet. Edhe këtu është një kosto e cila
është në avantaj lëvizja vendosje, deshtëm apo s'deshtëm të aprandojnë për shkak se po përdur, i kanë veturat zyrtare, i kanë në emën të shpenzime publike. A ti avantaj normal, sepse zakonisht ndodhë, kur një vend shkon në zgjedhje, kryesisht është një qeveri në detyrë. Zakonisht, qeverit në detyrë në të gjitha vendet në Evropë, po gjithë këlluna në i botë, i kanë mandatin dhe veprimit të kufizuar. Kemi hiç ma largë Shqipërinë, Macedoninë, të cilat i kanë veç për veprime logjistike, apo veprime të cilat nuk ndalet rrjedha institucionale, por nuk i kanë veprimet, nuk ka të drejtë me marrë këso vendimesh, aq ma tepër kur është në kundërshtim me ligjin e buxhetit, për shembull, është një shumë jashtëzakonisht e madhe, 110 milion me nda, edhe me japë qytetarëve, do më thonë, pak qenë të planifikuara, në emën të varfrisë. Edhe në anën tjetër, e jep në emën të varfrisë, kurse për 6 vite me radhë, kushdo që ka thonë, jemi keq ekonomikisht, këta të kanë sulmu i madhe i vogël, ja, na jena duke lullzuar, jena shumë mirë. E faktikisht, tash po del vetë për demantojnë vetë vetën. Se 100 milion euro që i dhanë në emën të varfrisë, do më thonë, kjo për vjen që e kanë demantu vetë vetën për 6 vite me radhë. Edhe kënë gara është totalisht e paparabartë. Sa i përket projekte, nuk shë diçka risi e vrej televizjave të vendosje prap një diçka që nuk po mundet me arsyetu para publike, sepse nuk ka çka të regon për sidomos për projektet kapitale. Edhe kanë hynë trend të shpashtu digat e ujrave, hekurudhat. Po adja vetëm një shembull. Kryeministrin të tyrë, tha, do t'jetë qeverisje e digave dhe hekurudhave. E ja vetëm një shembull. Në vitin 2019 është përfunduar edhe financuar fizibiliteti për projektin e digës së Kuqicës, do më thonë që është në pjesën në hyrje të Skënderajt në atë pjesën anena, edhe është dalë pozitiv. Prej 2019-ës janë bloku projekti. Ka funde që i ka kthy mprapa Komisioni Evropian për shkak se nuk kanë bon veprime qeveria. Do më thonë, jemi të vënuar, sidomos Kosova i plotson vetëm 26%, nëse nuk e din, më ndodhë se dini as këtu, po as publiku 28% të nevojave të mbrëmshme të furnizimit me ujë të pishëm. Ne jemi shumë të vënuar. Kjo është direktive BE-s që ka vite, do më thonë që është thënë që duhet të bëhet të punohet në dia, por jemi shumë të vënuar. Po arsyeshme se 2020 është edhe pandemia. Po pandemia po nuk janë ndalë rrjetat kërkon botë. Kanë qenë ja 2 vite. Bloku edhe gjithë bota. është bloku gjithë paralizuar. Është bloku, po aktivitetet, proceset nuk janë ndalë. Një vetë ka qenë. Mos harrojnë në ndërkohë. 2 vite janë ato, na përshqytojmë 2 vite, po jem 2026, në 2020 ka përfundua e vëru. Dhe 5 gjede kemi pas, është edhe penges. Edhe, do më thonë, është ka rikthehet në pikat të cilat kanë qenë ma herët. Problemi është që nuk ka vazhdu një kontinuitet. E rëndësishme në vendin tonë, në institucionet e Republikës e Kosovës, duhet të jetë që të vazhdoj rrjedha pavarësisht ndrimeve të pushtetit. Fatkeqësisht nuk kanë të ndodhur. Mirë, ta shpërdojmë pak debatin, Zahir, gjatë kësaj fushate, ke dëgjuar ndonjë premtim që të kalon përshtypje si qytetar i Republikës së Kosovës? Është natyrshme politika që para zgjedhjeve bëjnë premtimet nga më të ndryshme. Ty çka kalon përshtypje? Mu më shumë ti më bjen përshtypje që këto premtimet janë më shumë mjet për të fituar votat. Një. Dhe sa më shumë premtime që japin të mëdhaja, pa hyrë në detaje në analizat se ku i sigurojnë mjetet, çfarë projektet, atëherë ato premtimet janë të kota dhe jo të realizueshme. Para disa ditë një përfaqësues i një partie, pa e përmend emrin, e pyesin Cëlës parti? Është partije për shembull, PDK-ja i kam fjalën, që e pyesin si do të sigurojnë këto mjetet, asnjë përgjigje nuk di kemi as qiell. Na e dim mirë që nuk prodhojmë, nuk kemi fabrika. Na vetëm kemi remitancat, hyrat diasporës dhe TVSH-ja. Nuk mundesh me thonë që unë do të rrisi 50% pagave. Në qoftë se rrit 50% pagave, kuptohet që kemi na dalim më të fortë se Gjermania me këto pagat, që ka një më së mdhën 700 eurot. Nëse i rrisim, po thua? Po thëjnë, politikanë do të rrisim 50% pa analiza, nuk i din ku i marrë pjetet, po vetëm premtojnë do premtimet të pa arritshme. Ma mirë pak, po të realizueshme.
Kjo është më interes. Për shembull, janë të realizueshme hekurudhat, digat që i përmendë pak më herët. Patjetër janë të Për shembull, kjo hekurudhave. Po çu shkon me kon digat të realizueshme kur i projekti autostradës, domethënë ka nisë edhe e ka gjetë trasene shtrume edhe ka ndërprer. Po këtë nuk e beson as 5 vjeçar. Qeveria ka ndërprer. E Kurti. Kone ke kryeministër, kone ke Kemi kryeministër tash për Ndëtyrë. Për momentin e kemi. Përfundu Zahiri. Ta përfundojmë se ç't Edhe po kaloj andej. Që do desha me thënë në hupet non-stop të ndërhy, është pak bisedove më herët folet nuk përzin ai vetëm Po ajtë se debat e kemi. Dhe po debat po ta përfundoj se tani Po të mos shpejt se na se kjo Ma bukur mu gjatë një projekt se sa mu laku dhe mu bëhet që kanë funksionu herave tjera. Cili është ma i bukur, cili projekt është ma bukur që është gjatë? Gjatë një projekt për shembull që është edhe tu përfundu rruga për Gjakov për shembull. Është tu përfundu, është me një avaz që është ma ngadalë të shku, po duhet mu është në përfundim. Për shembull Gjiljanin, Gjiljanin për 6 vjetë, çka është në pritje? Po leje bre par pritje. Çdo herë ka pas diçka që është në pritje. Për Gjiljan ti s'mundesh me fol hecë nuk e di problematika. Na fal japë një mendim personal. Po mendim personal, mëse ja për Gjiljanin, jep për diçka tjetër. Analiza të detajuara prej mas pavarësisë, premtimet të arsyeshme, të realizuara. Po ku shkoi koma të arsyeshme, Zahir? Shkort, ku shkoi koma të arsyeshme? Shkort amon. Vetë vendosja. Vetë vendosja e ka premtimet më të arsyeshme. Patjetër se premtimit më herët që ka po. Më thënë, pakot fiskale i ka realizu. Asni pako fiskale. Shtrija e suverenitetit në veri. Cilin pako fiskale, zëtmi? Përmene pakon fiskale. Përmene pakon fiskale. Cila pako fiskale? Ta bëjmë një rrasë. Nëse besoj që jemi si ekonomist juve, si ekonomist që fillon vetëm pak. A kje kunder mbështetit financiare që jep? Cile nuk ka pako fiskale. Zëtmi, nuk ka pako fiskale. Vetëm pak. A je kunder ti të yra që i ka dhënë tash të për... pako fiskale. A je kunder. Na jemi konë shumë dëshmitar. Dëshmitar jemi që... Dëshmitar shumë, edhe shumë e dhimshme është që para fesës Bajramit që i shpërndaj këto mjetet, ato pare tona janë, e tonat janë. Në momentin e duhet që premtimit shkoj se une në përbanka me 10-3 personë të i pritë. Besoj pak a je kunder diçka? Po jo e varfron popullin deri që aty që me kon gjendje me dal me prit për 100 njerëz, ku jemi te premtimet e çdo pyetje kam Zahiri. Po i dosh me çet politik që me varfru popullin edhe me armë me ble me 100 euro, Allahu të koft. Jo më Zahir, jo populli vendos edhe më varfru. Qeveria për me kalu më pas. Se s'po du më udal vetëm të shtesat. Ose problemi jo, absolut që jo. Po domethënë është shumë e turpshme me dojë me bu fushot, me dojë fushot, merrja porët mos ja çet vogël. Nuk po të bëjmë asnjë sa më vogël. Nëse ti do mu pajtu me 100 euro, mi marr prej qeverisë dhe mos më punu. Pra e lum vogël. Edhe 100 ti gjojnë aty tjetër edhe ndaj vëllai. Po jo, absolut, këto janë porët e popullit, nuk janë porët e as të zotëri Kurtit, as të asnjëonit, edhe është mirë që mi marr ato që do i kena pagu. Edhe shumë e mirë është që mi një popullit, se kur një mund popullin e ka një mund ekonominë tonë. Nuk po kuptohet asgjë. Përfundume Zahirin tek pjesa e premtimeve, se nuk e di a e kuptova mirë. Sipas teje, premtimet tha vetëvendosja e ka më të arsyeshme dhe i ka realizu. Ato që i ka premtu. Patjetër. I ka realizu. Nëse në besoj që lexojmë dhe mund të më detaje me ulëmtu, Avokati ki unë që dhe me mu kur i e kon debat me një farë regulle, kur i dha mjetet e kome të drejt, e mande i tho hajt leje se ta bujmë titoj. Nuk kemi orë nga këtu për me bu titoj. Në cilësin e profesionit tënë, duesh me pas kujdes edhe me nas pjegu, a është e drejt që kjo, edhe që kjo po gjatë që po jepët ty me qka është e drejt, me qka, me cilin legjë është e drejt, avokat? Kjo është qeverisje në detyr, avokat. Vetëm pa.
Me qeverisë në detyrë, qysh i jep ti qëto milionat? Me qëfar të drejte? Ma të regon të... Hajde, vish të regojmë qysh, po më sjete pako fiskale se dështove se kuptove. Në kuptimin e profesionit tënë. Ma herët, këto mjetet i kanë shku në gjithë personit individit. Ollë, më së bëni vre të formë, bëni vre, o lektor, është marë me manipulu me profesionin tënë avokat, po lërë shumë kesh prej profesionit tënë. Mëse përfshirë ligjore, avokatin, me në automatikisht. Lemat janë ligjore, a e kundër me problem, avokat. A di pse e kundër? Unë e po të manipulime, jo, manipulime jo me bo. Po ja bëni Po ti s'ki drejt me bo manipulime. Po du njëm shto bashkë me ty. Për qef nalë aty, më vetëm nga. Jo, s'po moj me të ngu, se shumë pa vërteta po flet. Po flet pa vërteta. Po flet pa vërteta. Jepe përgjigjen sa herë do të kaloj tek naime. Manipulimi që jeto e bo. Manipulimi që jeto e bo me familje. Cile familje, bre? Dëgjove shpak. Cile familje? Një pushtetar, familjet e Kosovës, një pushtetar që t'ka hynë mes qiftit. Që ja jetë 500 euro. Dëgjove shpak, na jemi në Kosovë. Shumë pa ka bura që mujnë me adhon gruzvet një 500 euro. Qka i në të bura? Jo që po t'kallëzoj pse është politikan konfliktuaz. Dëgjove shpak, jo s'po du me t'lon me folë, se unë ka drejt me folë. është politikan konfliktuaz. Po pëse po konfliktuaz sa ke? Veç pak, që po ti marrë shembujt. Që t'ju jep plaçve pare, që bin konflikt me djemë të vetë dhe thonë ja jep votën atina, se po më jep 100 euro kur po kam nevojë. Po pëse duhet me i konflikt Po pëse duhet me nga konflikte? Jo, ju djeg juve, e dyta. Unë e ka po në qasë me fakte. Me ndërhyn familje, me 100 euro ti për mu je personi maj ullë. Na jemi shtet ekonomikisht jo mirë, zotni. Kemi grova puna. Ne si shtet, si popull kosovar, njihemi dhe në votë për raportet e mira familjore. Është të prejtë e gratë, është tivje shumë ullë. Na liri hapësirë bëjmë pytje. Veç pak, Zaki dhe Vetan. Zaki, Vetan, veç një sekundë se nuk pi kuptoj, për du me e kuptu. Po bërtasin. Për çka ki fakte, Zaki, se qëto mbete, mos ndërhy Vetan me pas. Sot, për shambull, është problem në një familje, që Zotri Kurti e ka marrë dhe jënë të punu me statistikat të dëmshme për familje. Miren, me student që kanë të nevojshme, se qëto s'pi kuptoj. mes qifteve, mes prindve, mes që të në mjetëve që jënë do, ka gra që edhe sot është të kërku banis, mu edhe emret me thonë, 500 euro për thëtë po mi qëtë Albin Kurti si ja 5 pare për buren. është në regull kja. E tash, për të rast individuale duhet me undalë të hyrat për gratë, që i marin ka 500 euro. Duhet me i dhonë mundësin me punu edhe me marrë për e vetë. Po varfru për më kanë një shtyp puna, po? Po s'me dhonë. Që sistemu të të arru, ajo është diktatorial. Ajo është diktatorial, politikan i ligës. Për me pos ata harmonin qëtë. Qëfar harmonien qëtë? Naem. Po që është 500 euro Zaki me leju, për shambull një 500 euro me leju me u prish me burë. Prishen, kam fillu. E kush me regullu këtë sistem, po thu? Ligje, regullat e punës. Jo ndihma sociale. Këto e ndihma sociale. Nuk o të adho për gjithmonë. Ofroj punë për shtëpis, ofroj pag normale dhe dhe të arru në vendin e punës. Sot është probleme që në smut, është probleme mbet shtatzane, edhe është probleme kriju familje. Pse problem është? E hu punën. Ti si avokata i mbron, a ju thua Albini ka të drejt. E kanë hu punën, që s'ka lidhje pavarësia. Ti mu vomi kushtet me pas rrugën 1.000 euro, jo me mi falë mu 500 euro, si s'jam dzarë. Edhe duhet se cili mu s'pukoj. Po dikush, edhe ndoshta është në qësarë për këto. Me qka hyna që unë i komarë, zëtni? Me qka garanton ti që unë i komarë? Po du me kalu të naimi. Përqindja e tyre që si morin është 0 prej se 0.1%. Të më dhoni në ndryshe folim studio, ndryshe folim asanajna. Është shumë ullë të dhe piti jemi qitë gjonat personale dhe dikon. Veç pa që imi alo se da morë njëti. Për më orë një potirë dhe me mërti Jo, veç një sekundë se naimi se ka marrë alo fjallë. Unë mendoj që me këtë çka ka dalë edhe me këto pare që janë të dalë të shpërndan popull, dhe me thonë është të tentu mu ble vot, po ajo ka me bleja qka është shqitje. Kush shqitet për qash, letë shqitet halalikov, nuk kem qka me vot, dhe me thonë u bo edhe në të kalumën,
nuk është hera parë. Marë të ndarë kështu të kesh, dori kam ndarë. Jo, kesh nuk janë ndarë, kesh nuk janë ndarë, kjo është spekulim. Jo, kjo nuk ka ndarë. Nuk ka ndarë. A ka gjykim për atë, s'ka, jo s'ka. Edhe për ato ka me pas. Unë po mendoj që premtimet janë premtime bosha dhe nuk ka të marrë kërkush me ato premtime, nuk kemi fushat cilësore, nuk kemi program cilësor, dhe më thonë, na shkojnë a zjedhe pas zjedheve, zjedhet bëhen, zjedhe nuk premtohet, dhe më thonë, na nuk kemi të sigurt prap nëse kena me pas institucione stabile edhe pas këtyre zjedheve, dhe më thonë, prej zjedheve vim, në zjedhje shkojmë, i kujt është faji, unë mendoj që faji më të madh në këtë rast, në këtë situatë ka partia cila fiton 50% zgjedhjeve dhe nuk është e aftë me gjetë partneritet për me kriju një shumicë stabile dhe me i dhonë vendit një qeverisje, se me të vërtet unë mendoj se na ka lodhë më. Edhe nuk e kemi luksin as ekonomik, as politik, as në situatën geopolitike në çfarë jemi, për me prodhu kësofar krizash. Duhet të kemi sy hapur në këtë situatë, dhe më thonë të lëm me njën këto inatet dhe interesat e ngushta meskine përballë asaj përballë rrezikut ku shfaqemi si vend, si shtet i ri akoma i pa konsolidum që shduhet. Po çka mund të bëhet Naim? Shpesh po diskutohet që pritjet, ndoshta që edhe nga këto zgjedhje të qershorit na sjellin sërish rezultate thuajse të ngjajshme plus minus me disa ndryshime për subjekte të caktuara. Çka mund të bëhet ku qytetarët si në zgjedhjet e kaluara si këto zgjedhje prap mund ta votojnë? Unë mendoj se qytetarët që pa ata zgjedhje të kaluara janë të njëjtit edhe ata që kanë votuar dhe që tash edhe rezultati mendoj se ka me kom pak a shumë i ngjashëm. Prap po them, përgjithësia bie mbi partinë më të madhe, mbi partinë fituese, e cila duhet me gjetë modalitete nëse qytetarët e votojnë një subjekt caktuar, a i bie që ata qytetarë, shumica prej tyre, siç ishte zgjedhjet e kaluara mbi 51%, po e dëshirojnë atë formë qeverisjeje? A është e drejtë, a është legjitime, e diçka tjetër. Jo gjithmonë populli ka ditë me zgjedh më të mirën për vendin e vet. Nëse nisem dhe kthehemi ashtu, domethënë me pas zgjedh me nis me pa shumicën prej luftës, dikon mbi 50% e popullit të Kosovës ka qenë e larguar jashtë territorit të Kosovës. Një pjesë e vogël e qytetarëve të Kosovës, përqindje 1.5-2% ka marrë pjesë në luftë aktive për çlirimin e vendit. Një pjesa dërmuese nuk janë kom pjesë e saj, domethënë populli nuk ka qenë orientuar drejt atëherë. Nëse kishme qenë orientuar drejt pas tirës mobilizimit përgjithshëm, atëherë kampet nuk ishin met me burra plot çfarë i kemi pa. Po ishin ardhur, ishin përgjigj shtabit për mobilizimin e përgjithshëm dhe ishin ardhur, ishin kthyer, kishin kry obligimin e vet ndaj vendit të dheut. Pra, jo gjithmonë populli vendos drejt, edhe jo gjithmonë populli vendos drejt. Edhe me numër të veteranëve 60.000. Edhe me numër, sa janë? 1.7 milion, 60.000 prapë janë 1%. Nuk je ke, kur gjosi, edhe me numër të veteranëve nuk je. Besoj që me akuzu popullin është shumë jo korrekte, sepse populli pavarësisht që këtë rast është 51%, me pjesën tjetër me 22% ose jo gjithmonë populli ka po zgjedhje drejta. Jo gjithmonë. Nuk do të thonë që duhet më kon jo zgjedhje e popullin. Zotërisht, nuk akuzova popullin, akuzojmë nuk e për popullin. Jo gjithmonë populli ka po zgjedhjen e drejtë. Po mirë, çush me gjetë në zgjedhje që mos më alon dorë popullit me gatë. Populli me gatë, pse po atë merrni te populli. Zotërisht, një kry përgjithësi që e keni, kur gjë tjetër. Po pës a ka në mundësi për që mos me lënë popullin me vendos. Jo mëre populli vendos. Populli vendos. Po më thom jo gjithmonë vendos drejt. Unë nuk thash se po shoh, po them jo gjithmonë populli ka vendosur drejt. Fundet, as nuk këto sigurt si këtë fundet, mandej këto zgjedhje prap kanë menaçuar zgjedhja. Që është sigurt. Vetë si drejtohej kështu kjo e vërteton edhe më shumë që kjo domethënë është komplet me inate personale, nuk ka të bëjë me asnjë të mirë shtetit që është ka i buar. Komplet qeverisja është inat personal, tu marr me partitë me opozitën. Po mirë tash, po presim rezultatet dhe nashta mundi me bëu bllokin tjetër edhe me po. Presim rezultatet, çdo jena për rezultate. Sipas teje,
premtimet janë të realizueshme ato që përthuan nga partit politike? Janë shumë të realizueshme, ka mundësi prej... Jo, po flasën përgjësi prej gjitha subjekte, shka i kom dëgju premtimet. Cili budget, vëtum? Do me thonë, veç 25% e budgetit, komplet budgetit është për investim kapital. Do me thonë, qysh ka më bua që ja? Unë po flasë për qëto premtime, shka i kam... Qëto premtime, për cilit budget? Do me thonë, nëse budgeti është 4 miliard euro, edhe 25, as 25, 23.5% janë të dedikume për investime kapitale, qysh ka më bua? Sa e përket sojnë e Kosova, ka shumë mundësi... Sa e përket sojnë e na kena hup, që që tha dhe baki ma ere që ka pos projekte që nashta jenë stënu edhe jenë met mjetet pa omorë dhe jenë këthy. Dhe më thonë, është në rëndësishme mu gjithë mënyra qysh mu bo, sepse unë besoj për shumicën e rasteve investimeve kapitale, është mundësia me gjetin edhe investitor. A flasim diçka drejt? Vishte kisha krujt tani, dash drejt, dash trajt. Është mundësia që se cila parti ka premtime që jenë të realizushme. Cire premtim kalon ty për shtypja? Për mu, për shembull, unë personalisht është shumë rëndësishme kjo pjesa që mundet me mlidhë dhe pjesa e kurudhës që më ka pëlqyer dhe besoj që ka mu kryj sa ma shpejt, me pjesën edhe për shkak të biznisit që cilin e bojmë që na duhet me pas sa ma shumë ura lidhëse. Është e drejtë. Sikur të kish boni autostradë deri në Gilan. Sikur të kish boni autostradë. I kishim besu sikur të kish boni autostradë deri në Gilan që boni e gazë. Jo në çka keni me besu, sidomos ju që për krani për shembull Aleanca nuk e di çka ka mundë ju me besu diçka. Aleanca, ty ta kanë diçka është Aleanca. Aleanca është çaj zotria Radin, ajo është çaj që ta kanë shkruar dhe çata beton kambi çati te rruga e Gjilanit, edhe më kur gjast është ardhë. Dhe me thonë, mandat të fundit ka qenë zëvendës ministër zotri Recep Kadrio, edhe ka qenë Ramushi kur është investu në Gilan. është mare, po vinë në Gilan, edhe nuk kanë kume majtu bime, majnë në përsheshe që i kanë dërtu Lutfi Duhet me hup komunën apo qka? Po duhet. A duhet? Duhet. Atër duhet me hup edhe Aleanca Gjakov shumë bati komunën, pra. Vje zotri Kurti Gjilan. Hajde të Gjakov. Vje zotri Kurti. Gjakov është për keq ordhje, që është qyteti ma i lonën mas në gjitha prej pas luftës. Gjakova është prej pas luftës. Prej pas luftës. Prej pas luftës. Jo, Gjakova. Ka pasur ndryshime në Gjakova. Shumë Gjakova. Ki ndryshime që jenë bo shtash disa parkinge në rrugë. Adin, dhe më thonë është që e masilet në bilet, kur ti nuk i jep zojt drejt me folë zëtnis për Gjilan, kur ti nuk i jep drejt me folë zëtnis për Gjilan, zdi ka e marrë drejt me folë për Gjakov. Keni rrugë, keni kushte. Edhe zotria në ka kushtet. Që 6 vjetë është tranziti, veç e disë Gjakov. Po e ne keni kalu të komunale, të probleme komunale keni kalu. Që 6 vjetë, është 6 vjetë projekti që është stënu që ta shka fillu më shtru dora 2, për të shosh. O tranziti ri që u met një pager për gjuna. Po në Gjilan hes të ka as Unë nuk ka flas për Gjilan se nuk e di. Mirë kisha prit edhe pitejë mos më fol për diçka që me talon autostradën gjys, me talon stadionin gjys, edhe me tilon rrugë të komplet edhe të qytetin gjys edhe me arë. Shumë mirë. Edhe me arë me të folë për e kurudh për besë është marë. Pra ka me votu, pa bezvese Aja që më kalon për shtypjet e programet do të normal tek projekte strategjike do të me vendosë se cilat qeveri ose parti që vjen për shtet pak sa dhe prioritetet ose projektet ma strategjike dhe prioritare. Thash atë me ujë do të ishte mirë që sot folshim që ai projekt është përfundu, sidomos projekti i Kuqicës Skënderajt, sepse kanë qenë studimet e fizibilitetit edhe janë konë gjitha mundësit edhe financiare, edhe janë konë mbështetjet ndërkombëtare, edhe ka qenë linja e aprovuar kreditore, por me ardhen e Albin Kurtit ai projekt është ndalur, e tek tash mas 6-7 vjeti ka ronë mend që po dashka me bon, fatkeqësisht ka bon gabim shumë madh. Aja që mendoj që duhet që është e mirë për vendit, do të bëjmë zgjidhje strategjike në projektet e fushës së energjisë. Domethënë jena sot aktualisht i poshtë dhonat Keko, domethënë është duke prodhuar vetëm 175 MW. Domethënë mbi 75% të energjisë sot. Po flas në këto momente, domethënë është duke u importuar për shkak remonte që janë të vonuara remonte, sepse remontet duhet të jenë vazhdimisht, por e kanë kaluar kostën e jetëgjatësisë që quhet, edhe janë bërë prishje, domethënë më të mëdha, edhe tash duhet më shumë kohë. Ne do gjithsesi të përkrahim projekte strategjike në fushën e energjisë. Për krejt programe që kam parë deri më sot,
me kalon për shtypje programi i Partisë Demokratike të Kosovës, ku sa i përket aspektit të fushës në energjisë, ka një zgjidhje ideale, sidomos me rikuperimin e kapaciteteve ekzistuese, investime strategjike në rritjen e kapaciteteve që janë në fushën e energjisë me 500 në 1000 MW, që të dhënat e fundit tregojnë që mund të bëhet në mënyrë me pas ekosistem, do më thonë në konform dhe standarde, nuk kushton ku me dica miliard, edhe është i pranueshëm. Spari do të bëhet stabilitet energjetik kur çdo që vjen. Çdo qeveri, nëse nuk e ka prioritet fushën e energjisë, do të kemi probleme shumë më të mëdha. Po sa e bashkem ty si qytetar, çka të intereson? Si qytetar, me interesojnë programet, unë jam edhe mësimdhënës në fushën e arsimit. Buta është duke ecur me hapa jashtëzakonisht të shpejt, ne kemi mbetur ende me shkums. Ka ende shkolla sot në Kosovë që punojnë me shkums. Përderisa AI-ja e ka kaplu gjithë botën. Fëmijët tanë e përdorin AI-n, ndërsa kur shkojnë në shkollë duhet me dëgju mësuesin me shkums ka shkruan. Duhet të bëhet komplet me internet të brezit e gjelbër, brezit e fundit, të krijohen linja të veçanta, se të kemi të ri dhe të rejnja jashtëzakonisht shumë që janë inovatori. Jo rastisht eksportojmë një nga shërbimet më së shumti në rajon, dikun 370 diçka median, eksportojmë brenda viteve, do më thonë në aspektin e shërbimeve të teknologjisë, dhe Kosova ka një potencial të jashtëzakonshëm të resurseve ekzistuese që mujna me i modifiku edhe me i ofru kushte përmes kampeve të ndryshme inovative, të cilët do të mund të rigjeneronin ide të reja dhe të ofronin shërbime për kompanitë si që janë Google, Facebook dhe kompanitë e tjera ndërkombëtare. Do më thonë, shkollat do të dojë... Shkolla që të ministrën atë Nagavë, që nuk i që ka me bote, e ngulfat këtë punë krejtë. Më falë që ndërbreva, po... Unë plasëm se qka do dojë të ishte mirë... Shkumësi dhe tabela ka mujtë më të me u hekë. Po, ka mujtë më hekë. Ate janë diçka elementare, besëmni. Po, ka mujtë edhe para 10 viteve. Po, edhe ma herë ka mujtë. Ma shumë marrë rritën e pagëve të mësimdhënësve që mbojnë 700 ashtit, dhe ta shka kryu një komoditet financiar, ta shka shkumë se janë të folë. Nuk kanë, mos me në Susa ka kryu komoditet financiar. 700 euro është komoditet financiar, një familje sot nuk mund Për një familje është komoditet financiar 700 euro që sot e? Po. Një familje që ka një shumë mirë, se nuk e dishe me cilës parti, po vetë u paraqitën prealeantës janë. Vjen shumë mirë, mendimet të me mbrojt partinë e vetë. Dhe jo, nuk jam të mbrojt, unë nuk jam të mbrojt kërkon, tu asë një qëndre. Mbrojt deshte se është i pas me lidhje, shofë kunësi. Jo, në jam e vetëvendosjes, ishi në poni vetëvendosjes. Së është partije jam ja. Mi gjithë jemi qytetarë të vlerësojnë. Rritja e pensionit prej 90-150 është rritje për gjynash, për pensionistë. Nuk ka vrem jaftuar, mësimdhënësi që ka pas një rogë 300-400, që ka po 700, Kure ka pas 400? Kure ka pas 400? Shumë po bërtasim. Jo, botë 3 kundër 1. Veç në ta përfëndon së të gjohë. Mirë. Kur ka qenë poga 400 euro? Kur ka qenë poga 400 euro? Apo më gane dhe tash? Po le ta përfëndon. Që nësë nëzeni, që se kry unë e tani të kërë që ki këto, unë mendimi janë personal. Po jo, nuk jenë edhe mendime. Mirë, të letim, sa e. Thuaj e mendime dhe me një Pe poga ishe, pogat. Pogat i kam pas ma herët 400, tash i kam bo ka 700 diçka. 400 pagën. Unë në fuqit ligji i pagëve që është. Sa i ki pas ma herët ti, tash sa i ki. Unë mu ka zvoglu për 94 euro. Jo, bre, sa i këta? 94 euro mu ka zvoglu. Ja, me kishtë edhe universitar. Sa i këta? Shumë falenderit. Nuk kam negociat. Kredina është e përgjithshme. Është publike, jenë në legjan. Po një di sa i kita, është 700 diçka prej 400 Unë jam diçka. profesor universitar, nuk e kom pas 700. Me është zvogluar poga për 94 euro. E kemi meritu në ashtë. Po jo, nuk ka pyte merite, po bedente. është rritë dhe inflacioni sa herë, mos harë. Kosta e tesës, ku ka merite, kosta e tesës është rritur për 50% zotni. Poga të kanë rritë 3-4%, nuk korespondon. Po jo, poga minimale është rritë ma shumë se 50%. Po jo, bre, minimale
Bi 50% sektorit privat nuk ka shtesë batu. E ki meritu, tha Zahiri. Kumë dëgju dhe rrëzë që... Zahiri s'po marrë ka fort vesh për kësoj punë. Jo, po të marrë unë jam bajdin detaj, unë jam mësë në gjishtë e një. Kone njështë. Po nuk bën me folë sistemin arshimi që kemi për të dashiruar nuk se kur konkrete. Absolutisht. Nuk bën me një detaj aty, nuk bën me një se... Him qysh dush. Nuk bën, absolutisht jo. Po pëse po e thumë ka, Zahir? Po e them prej qaq e një, se... Si e një, na krejt qëtë generata qëtu po shkollohen në Unë e përfasoj një numër me mije mësimdhënës. Në mardhënje pune. Po dërë me thonë që stafi akademik... Mundesh, absolutisht. Mi përfasu me mija dhe shka një janë një mjera. Ma herë ta jemi, une pas pësetim me disa mësimdhënës, ta jemi në regullë, se këta kërkojnë rritje pagat, po cilësin e kanë poshtë. Po, pa rritë paga, rritët dhe cilësia. A duhet me rritë paga cilësia një këse? Paga u rritë cilësin jo. Absolutisht. E tash kjo se ka rritë cilësina, veç kjo se ka rritë cilësina? Dhe është të mundëlidh me aso qështje e këtyne projekteve. Në qëfë se analizon, lexoni pa hundën e shumë jena qarë. Dhe shtë nuk e përna kryqë qëveria jo që na me besu. 51% të popull e voton janë të shitur, bletë. Jo mërë si dojmë në a me një përqindje. Ti këtë shprejë i marë për vete, nuk mund është më thonë mu që në thash i shitur i bleri e qka po dione. Ti thash të të fjallë tua politik, edhe avokatin jalun kusht pagun edhe ku e kini vendin këto, musun ma alun asun thuti, unë qka du me thonë thamë, po jo qka do të temë më thonë muë. Këta të lutna, respekti, jena kolegë, jemi në debat, ma respektojnë shprejt. Unë që shdu shprejna, jo që shpo thuti ose që shpo menën ti. Jo, nuk e konë gjema. Lutna me pas kujdes, qka thash, edhe unë s'po pajtona me ty. Ty të saj thë njerë. Po mos pajto me mu me absolutisht. Male të mos pajtojnë. Po mos pajtojnë, po mos pajtu pa tjetër. Ti jep mendimin të unë të amën. Ti s'ki drejt me mi citu mu fjallë cilat unë i thëmë, kur unë jam e vedishme qka të thëmë. Ki kujdes me shpreja. Kjo është edhe ty, edhe i meta kolegut bërë. Për sa jemi qëto, na mund mi citu një tjetërën për dhe sa drejt, muj mos me laku. Ajde pyte janë se dhe jemi të fund, Zaki. Më tha ma herët këtu po flasim ndryshe, mas ne folim ndryshe. Qëshke, qëto spjegohë. Shto ta shkeme këtë se të. Qështo nëse ki mundësi. E po ideja është se s'pojleni një tjetërën me folë. I pa avokatit që ki thonë me një emision, që pregojnë atituj këta. Po, bashkë kemi konë, ullën jemi konë, jo, bashkë kemi konë për njëti është për të financat, një shpërndarje që është buba, jo të s'ke qenë, unë e kom qenë me avokatit. Po, dhe më thonë, nëse ju vini me bo tituj, moni tituj për vetë. Ju s'jo me interesu me absolut. Absolut, kur i thu, më ke thonë mas emisionit për bojnë atituj, është e vërtet. Mirë, kalojmë këtë pjesë, tajnë se qëtëtarë ty qëka të interesan ma shumë. Kemi drejtë se na kemi pas debata, jemi kolegë. Mos me porën teme, mos me uble energjia prej Serbisë, që është të uble, do më thonë tregoj sot veç 25% kapaciteteve i mbulojna, 75% prap aj me ka të shket, Dejona, Vukamovici, krejt këto, do më thonë me atë linjën e vetë, do më thonë pasurohën korez tonin, edhe del, neve nga shpërndon, ka 100 euro. Qka me i thonë tjetër? Subvencionimi është piktarë subvencionim? Shite kekun 2000 sa kjerë, 14-15 për më këtë bo? Jo, keku nuk u shit, keku është problem. Keku nuk u shit, kur? Keku nuk u shit. Keku nuk u shit. Jo, keku nuk u shit. A u shit 20 milion? Jo, keku nuk u shit. Jo, keku nuk u shit. Keku nuk u shit. Keku nuk u shit. Ma herë distributore që ka 20 milion nuk dush me kohë që ka që njëra me di që keku s'u shit. Kur thuj përfaqësoj me mija distribuim distribuim e diçka tjetër. Distribuim është diçka tjetër, keko diçka tjetër. Keko diçka tjetër. A ka mundësi të tjerat, pos rrymës tjetër? Shëndetësia, arsimi, siguria. Energjia, siguria, shëndetësia, këtë sloganin pikre shëtuar. Së vëdu me dëgju. Unë nuk e di shka e me profesion, Zakevi. Po, të regoj. Mje kjo është. Okej, nuk e di. Pa do është më ofendu për kur gjohë. Jo, kërkush së më ofendojnë mu, më stani. Absolut, asë nuk e provoj me bo, në gjithë respektin. Se i përket për pjesës partis, në ashta mund është me gjithë punë si analiste mas shtatëshit.
Unë, partia nuk më ka majtë koras, nuk më ka gjithë punë. Jo, po thamë dhe kështu që për sloganet e këto, se për slogane, jo aleanca, po se cila partia vele njëna tjetër. Po kur po vjen putje, realizimi, atër po i shojmë edhe sukseset që që kena pas. Apo më letë folit është. Partia kur së më ka majtë asë nuk më manë. Nuk zëshova asë nuk e thashtë. Edhe është simpatia jem ja një subjektet edhe i kam të drejtat e mija pse mbrojnë një subjekt politik, i kam arsyet e mija pse mbrojnë një subjekt politik. Unë edhe t'jena të jetu që to, edhe tash duhet me full drejtën si të si deri sa ardhëm këto edhe ty po besoj të ka kap kulona dhe mu, edhe jemi qytetar njësoj. Pse keti me lëvizjen vetë vendosi, unë e kokna me një subjekt tjetër, do me thonë na krizat jemi të jetu që të njësoj. Na duhet me pranu të drejtën, po si kemi përjetimet edhe e të pa njëjta. drejtën. Në regull, po jemi që to, duhet me po. Vetori me ndën ashtu, me pyt vetorin është i knaqër. Kretë njëtë mendimin asë që bërë shka me debatu. Atërna nuk muna kretë me thonë mirë, edhe me aqit pikën, se ko shumë pika për me shku për me aqit pikën. Po ta që si bazetonit asë nuk mujmë me thonë që keqë kretë. Ka që frimari është ma e lekë ta shtik. Mirë se jemi në fund dhe s'kalojmë për te orës dhe vjetë. Nëse pas probleme për frimarin atërë është i ki ma letë. Nuk po dojmë e njësë edhe një debat se nuk bënë me kaluarën të dhe që duhet jemi të pak kujdeshëm këtë pjesë. Mitrovicën e qlirume, ma Kosovën e qlirume se shojnë. Dhe më dhe ne kanë arru. Kushta? Do vazhdojmë edhe një natë tjetër për diskutim. Prof, faleminderit shumë që ishe sot pjesë e këti debatim. Naim, faleminderit, Zaki, Veton, Zaher, faleminderit shumë. Knatësit që të gjithë ishë të këto. Se duhet debatin me ndonë dy pjesë lirik, me ndonë panelin edhe nesër. Se iku, Ramizi. Me vazhdu. Pa i thonë natën e mirë, gjithë shikuesve. Natën e mirë, që jemi nesër. Natën e mirë.